Në mjediset e Bazilikës së Nënës së Këshillit të Mirë u inaugurua një ekspozitë rrallë me objekte me vlerë të lartë historike dhe shpirtërore. Ky aktivitet shënoi çeljen zyrtare të kremtimeve për 130 vjetorin e shpalljes së Nënës së Këshillit të Mirë pajtore Shqipërisë, duke rikthyer në vëmendje qëndresën dhe përpjekjet për ruajtjen e trashëgimisë kombëtare në periudha sfiduese. Ceremonia mblodhi personalitete të larta të klerit, përfaqësues të institucioneve, si dhe studiues të historisë. I dërguari posaçëm i Selisë së Shenjtë për këtë event ishte kardinali Rolandas Makrikas nga Bazilika Papnore e Santa Maria Maggiore, prania të cilit dëshmon rëndësinë e këtij përvjetori për Kishën Katolike dhe Shqipërinë. Ky takim sonte nuk është vetëm një akt kulturor, por një akt kujtese të gjallë, ku e kalumja bëhet e pranishme edhe merr kuptim në dritën e tashmes. Sonte nuk hapim vetëm një ekspozitë. Ne hym në një hapësirë ku simboli te kalon vetveten, edhe bëhet shenjë e një pranie që shoqëron historinë. 130 vjetori i shpalljes së Nënës së Këshillit Mirë pajtore e Shqipërisë nuk është thjesht një datë kronologjike, një kronos, por një moment teologjik, një kairos, ku hiri i Zotit edhe historia takohen bashkë. Për popullin shqiptar, Zoja nuk ishte edhe nuk është vetëm një ide abstrakte, por një prani e mishnume në përvojën e vujtjes, të shpresës edhe të qëndresës. Ajo nuk ofron thjesht objekte për të pa, por shenja që zbulojnë një realitet më të thellë, dëshmi që flasin në heshtje dhe që kërkojnë të dëgjohen, jo vetëm me arsye, por me syrin e zemrës së shpirtit, atje ku njeriu i hapet misterit. Prania jonë këtu në Rancë të Kalas së Rozafes nuk është rastësi. Ky vend, për Shkodrën, për Shqipërinë, përfaqëson një ndërthurje të thellë mes historisë edhe misterit. Në këtë vend, para figurës së Zojës, sipas traditës janë përkull figura që përbajnë vetdijen e ndërgjegjen historike të kombit tonë. Nga Gjergj Kastrioti, që kjo simbol i unitetit, besimit dhe lirisë, deri tek Nana Tereze, që dëshmoi universalitetin e dashurisë në formën më të pastër të saj, sakrificën dhe përvojtnin. Është një dhuratë e Zotit, është një moment hiri. Atëherë të gjithë jemi të angazhuar, do të angazhohemi të rizbulojmë besimin tonë dhe në mënyrë të veçantë devotshmërinë që kemi ndaj Zojës së Këshillit të Mirë. Edhe kjo ekspozitë që bëjmë sonte nuk është vetëm një kujtesë, por është një nxitje për të ecur më përpara, që ne si besimtar mund të dëshmojmë këtë besim e mund të në të vërtetë ndërtojmë së bashku një qytet më të mirë. È molto toccante di vedere. Është shumë emocionuese të shohësh se si kjo bazilik dhe përshpirtëria ndaj Zojës është e hapur në të gjithë botën. Kjo shenjtore, që është kryesorja për vendin tuaj, është nderuar për shekuj. Gjatë shekujve këtu janë lutur shumë besimtar, e në mënyrë të veçantë edhe martirët e kishës tuaj. Është domethënëse të nisim këto celebrime, me këtë moment që nis me historinë. Sepse historia na mëson se si gjatë jetës, ngjarje të ndryshme marrin vëmendjen e duhur që shërbejnë për të ardhmen. Jam i lumtur të shoh objekte që i përkisnin Nën Terezës, apo objekte që i përkasin vizitës së Papa Gjon Pali II 33 vjet më parë. Kjo bazilik ka qenë në qendër të vëmendjes së papave, që nga vizita në 1993 Gjon Palit, ndërsa Papa Francesku i dha titullin bazilik, ndërsa Leoni XIV e nisi misionin e tij me vizitën e Gjenazzano, kushtuar Zojës. Urimi im është që ky jubile, kushtuar pajtores së Shqipërisë, të rrisë tek ju vetdijen për historinë, lidhjen dhe dashurinë me vendin dhe nderimin për Nënën e Këshillit të Mirë. Pika kulmore e ekspozitës që zgjoi interes tek të pranishmit ishte veshja tradicionale e përdorur nga Nën Tereza gjatë rinisë së saj. Ky artefakt i rrallë përbën një dëshmi të rëndësishme historike dhe emocionale, duke ofruar një lidhje të drejtpërdrejtë me fillesat e rrugtimit të saj shpirtëror dhe humanitar. Këtu e 6 o 7 muaj përpara, teksa punonin për një ekspozitë, shoh në arkiven e Institutit të Antropologjisë diçka që kaloi errësirën domë që ne e kemi edhe rrobat e Nën Terezës. Kjo gjë më kurioizoi se si ka mundësi që
s'janë ekspozu asnjëherë. Kjo është hera parë që ato ekspozohen. Dhe ky ishte, mendova unë, momenti më signifikativ që ne ti ekspozojmë. Krahas shumë objekteve të tjera mjaft të rëndësishme. Janë ruajtur në fshehtësi, në shtëpi të thjeshta dhe në zemra të forta. Falë sakrificës së njerëzve të zakonshëm të Shkodrës, të cilët nuk hoqën dorë nga feja dhe tradita tyre. Kjo ekspozit, ndër tjera, është edhe një homazh për gjithë ata që besuan kur ishte vështirë, që ruajtën kur ishte rrezikshme dhe që trashëguan brez pas brezi atë që dukej e pamundur. Përmes kësaj ekspozite synohet jo vetëm forcimi i memorjes kolektive, por edhe rikonfirmimi i identitetit ton kulturor e fetar si një shtyllë patjetërsueshme e kombit. Kur përmrena këtij tempulli të ri, mu në ndolma të rozafatit trull, ngjuj shoshkodronin ullën për ujtni, e në mend mi bie se zoja Shkodrës jam unë.